shikues, ju flas nga studio emisionit Opinion, si çdo të hënë, marrë mërkur në orën 22 dhe të njëjtën në orën 21. Izraeli dhe Irani kanë filluar të shkëmbejnë sulme ajrore dhe njëri tjetrin. Në fakt, ka qenë Izraeli i pari i cili ka sulmuar Iranin në një moment të papritur, edhe pse vetë iranianët prisnin një sulm e Izraeli, por ndoshta jo eksakt momentin që ai ndodhi. Ndërkohë Irani është kundërpërgjigjur në një betejë ajrore ku natyrisht Izraeli ka një lloj epërsie nga ana teknologjike dhe ajo e pajisjeve luftarake, pra sidomos në hapësirën ajrore, por nga ana tjetër edhe Izraeli nuk ka qenë i imunizuar ose i mbrojtur nga sulmet iraniane. Duket se është rindezur lindja e mesme, është një pikpyetje e madhe asaj se çfarë po ndodh dhe ku po shkon, edhe pse një sulm ndaj Iranit ishte lajmëruar më parë, ose ishte përmendur më parë edhe nga presidenti i Shtetet Bashkuar të Amerikës Donald Trump, i cili duke se e kishe Iranin fokusin e tij kryesor. Por çfarë po ndodh midis dy vendeve, pamjet që po shihni në këtë moment janë pamje që i takojnë një pjesë të Izraelit, pra shihni janë pamje të shpërndara nga AP, pra janë verifikuara, edhe këto pamje keni parasysh. Një pjesë e madhe, sipas të dhënave, rreth 61% të postimeve jo të mediave serioze janë falso, janë fake, krejtësisht janë të viteve të mëparshme, janë rënimet marrë nga një vend treguar tjetrin. Irani dhe mbështetësit e tij nxjerrin pamje të shkatrimit total të Izraelit, Izraeli nxjerr shkatrim total të Iranit, me sa duket përveç luftës në ajër ka dhe një luftë mediatike dhe të propagandës që vijon. Ndërkohë që këto janë pamjet e momenteve kur, kur raketat godasin, po t'ju jap pak për atmosferë para se të fillojmë prezantimin e të ftuarve dhe në pjesët e emisionit, lutem, më jep pak materialin numër 20, ky është momenti 20-a, ky është momenti i bombardimeve pra në Iran. Bombardimet kanë qenë të menjëhershme, ata kanë goditur disa nga po i quaj reaktorët kryesor ose impiantet kryesor ku mendoj që mund të prodhoshin armë atomike, janë vrarë shkencëtar iranian, madje disa prej tyre me një precizion të frikshëm brenda apartamenteve ku ata kanë qenë me familjet e tyre, ka pasur të vrarë ushtarak të lartë Iranit, ndërkohë Irani është kundërpërgjigjur. Këtu është dhe një pikpyetje shumë e madhe, sepse Izraeli ka përdorur pak a shumë të njëjtën teknikë që përdori Ukraina në bombardime dhe pak kohë më parë me avionet, me bazat ajrore ruse, pra ka përdorur dronë në brendësitë territorit të Iranit, madje ka montuar dronë në brendësitë territorit të Iranit nga Mossadi. Është folur pasaj për një kurth Mossadit për leadershipin, po kjo është e paverifikuar nëse bëhet fjalë thjesht për propagandë apo është reale, ndërkohë që ky që po shihni 16, 17, 18 është kundër reagimi i Iranit, natyrisht që doma mbrojtëse e Izraelit ka qenë mjaft efikase, po aty këtu ajo është qarë duke prodhuar edhe rreth, mos gaboj, rreth 20 të vdekur mund mos jemi sakt, me numrit rreth 20 të vdekur në zonën e Izraelit. Të dyja vendet janë në alarm, mund shihni një pamje të frikshme e cila tregon se si largohen në këtë moment nga Teherani një pjesë e madhe e banorëve të Teheranit për arsye të frikës që ekziston për një sulm të mundshëm. Të lutem, më jep pak pjesën e largimit nga Teherani, është 10-a. Shihni se si vargu i makinave tregon me mija banor, mbas paralajmërimeve të Izraelit që po largohen nga Teherani, bëhet fjalë për një goditje të pritshme që Izraeli ka paralajmëruar një nga zonat më intensive të Teheranit. Keni parasysh një gjë, pavarësisht sulmeve me raketat supersonike, deri tani, Irani është dukshëm inferior në luftën në ajër me raport me Izraelin, edhe pse ka një ushtri shumë më të madhe se Izraeli. Por janë dy vende që nuk puqen në kufi toksor, nuk kanë për të bërë kur një luftë ajrore. Këta janë Izraelit që janë vendosur një nga tunelet që po përdoret në këto moment si strehim antiajror. Ndërkohë, janë ndaluar fluturimet në krejtësisht zonën, duke përfshirë dhe zonën e Gadishullit Arabik. Ka raketa që fluturojnë mbi qiejt Arabisë Saudite, Jordanisë, madje forcat ajrore jordaneze janë duke rrëzuar dronë dhe raketa iraniane që po shkojnë në drejtim të Izraelit. Shiheni se si është zona. Nëse vini re, ky është trafiku ajror aktual, e vetmja zonë bosh është zona e këtushme. Pra thuajse nuk ekziston. Është një vrim e zezë në trafikun ajror të lindjes mesme, pra të kësaj zone të lindjes mesme, nis nga Gjiri Persike deri në lindjen
e mesme. Unë kam 4 të ftuar për të temë të sotme për diskutuar mbi emisionin, Gerta Zajmi, drejtoren të Klan.al, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Rosalba Bejdo, gazetare na 2 CNN, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Berat Buzhala, Nacionale, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Redi Sheu, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Do jemi në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë, ku do diskutojmë atë që po ndodh në përplasjen mes Izraelit dhe Iranit. Do shkojmë pak për të fokusuar çfarë po ndodh në Gaza. Ajo që po ndodh në Gaza është një tjetër çështje që ka marrë maksimumin e vëmendjes publike. Me sa duket, shkatrimi i Gazës është i dukshëm në gjitha videot që qarkullojnë, por informacionet janë prapë të rralla. Keni parasysh që dhe këtu çfarë qarkullon në rrjetet sociale jo të gjitha janë të vërteta, sepse është pjesë e një betejë po ashtu mediatike, por ne do merrem me këtë çështje. Ndërsa në pjesën e tretë do të jetë një material i cili lidhet me një moment kulmor të shqiptarëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ditën e shtunë, në 21 qershor, në orën 10 paradite, në 81 Street dhe Central Park West, pra në zonën midis Central Parkut dhe Hudson River, në këtë zonë të New Yorkut, nëse e shihni me hartë për të qenë më të qartë, pra në këtë zonën këtu, që lidhet nga 81 rrugë, pra edhe deri në Central Park West, do t'jetë parada e shqiptarëve. Shqiptarët kanë mbajtur deri në vitin 2023 për 15 vite një paradë. Të tyre është një nga ngjarjet më kulmore në jetën e komunitetit shqiptar të Shëbaz dhe jo vetëm, sepse vinë nga të gjithë bota, është një pikë kulmore. Deri tani shqiptarët kanë qenë pjesë e paradave tjera, tani kanë marrë një licencë të tyre për të zhvilluar paradën. Do t'jetë ditën e shtunë, pra nga ora 10 deri në 5 mesdite, në 81 dhe West Central Park në New York. Organizohet nga Albanian Roots, rrënjë shqiptare. Do keni një intervistë me Marko Kepin, presidentin e Albanian Roots, i cili ka shpjeguar detajet asaj që pritet ndodh në New York. Ka qenë një ndërhyrje e vetë kryetarit Bashkisë New Yorkut për të lejuar paradën, e cila vitin e kaluar nuk u lejua, e fundit ka qenë në 2023. Rikthehem dhe njerë tek tema e ditës, mi e pak materialin numër 1, lutem, Njishi. Në orët e para të mëngjesit të 13 qershorit, Izraeli nisi një sulm në objektet bërthamore të Iranit dhe kundër drejtuesve të lartë ushtarak. Si kundër përgjigje, Irani sulmoi me rreth 100 dron drejt territorit izraelit. Prej 4 ditësh, Irani dhe Izraeli kanë sulmuar respektivisht njëri tjetrin me raketa, dron dhe avion luftarak, duke synuar kryesisht bazat ushtarake dhe objektet me rëndësi strategjike. Në këto pamje tregohet momenti ku një raketë iraniane godet rrufeshëm një lagje me pallate të larta banimi në qytetin Petah Tikva në Izraelin qendror. 8 izraelit u vranë nga sulmet e natës kaluar, duke çuar në 24 numrin total të vrarëve nga raketat iraniane këtë ditë. Raketave nuk i shpëtoi as Tel Avivi, pasojat e rëndjes së cilave thyen disa xhama në ambasadën amerikane. Ushtria izraelite tha se ka kontrollin e plotë të qejve të Teheranit. Sulmet izraelite kanë vrarë nga e premtja 244 iranian. Presidenti amerikan Donald Trump, ai rus Vladimir Putin dhe ai turk Erdogan, por dhe lider të tjerë të botës perëndimore kanë bërë thirrje për ulje të tensioneve. Pra pak a shumë ishte kjo kronika asaj që ka ndodhur. Më nxirr pak hartën numër 2, të lutem, dyshin. Më nxirr pak hartën numër 2, ky është fluturimi më i gjatë, pra fluturimi kryesor që kanë bërë gjetët izraelit për të goditur një nga pjesët kryesore ku janë vendosura impiantet nukleare, që mendohet që mund të prodhonin bombën atomike, edhe pse deri tani askush nuk e konfirmon dot që Irani ishte pranë krijimit të një arme atomike, por ka pasur shumë burime që thoshin që ndoshta brenda një muaji Irani mund ta kishte armën, po thash mbetemi gjithmonë në terrenin e hamendësimeve. Ndërkohë, më jep pak hartën 2-1, lutem. Shiheni, këto janë pikat ku janë bërë goditjet kryesore, kanë qenë goditje të kombinuara. Nga një anë Izraeli ka goditur me dron brenda territorit të Iranit, sidomos për operacionet mjaft precize për vrasjen e 9, në mos gaboj unë, 9 shkencëtarëve iranian të bërthamor, po të paktën 9 janë të konfirmuar nga Irani, ndërkohë që padim mjaft zëra edhe në perëndim që pretendonin që Irani nuk ka siguruar pra ruajtjen e tyre ose vendosin e tyre në zona sekrete ose të mbrojtura, e ka lënë në banesat e tyre, ndërkohë që çfarë pretendimet e deri tanishme janë. Më nxirr pak treshin, lutem. Treshi. Pretendimet e deri tanishme janë që Izraeli ka goditur reaktorët bërthamor dhe bazat raketore të Iranit, sidomos mbrojtjen ajrore, antiajrore
të cilën e ka shkatruar të parën para se të filloj operacionet. Izraeli ka vrarë shkencëtar dhe komandant lartë të Iranit, ka goditur mbrojtjen ajrore, pika kyçet programit bërthamor, si në Natanz dhe Fordov, dhe ka arritur kontroll plot ajror mbi Teheran. Irani u kundërpërgjigj me raketa balistike dhe dronë dhe ka goditur zona rezidenciale përfshirë edhe në Tel Aviv. Një prej këtyre pamjeve është kjo, më jep pak katrën, kjo e tregon pak a shumë më mirë. Katrën, kjo e tregon pak më mirë situatën në Teheran, në Izrael, aty ku ka rënë raketat iraniane, edhe pesën të lutem, jep dhe pesën, pra është një zonë ku ka pasur, ky është momenti që janë duke kërkuar pra grupet e shpëtimit janë duke kërkuar, por në Tel Aviv, ndërsa gjashta është një pamje asaj që ndodh në Teheran. Një gjë është, gjashta të lutem, një gjë është e sigurt, kjo është gjashta. Kjo është në Teheran, një gjë është e sigurt. Asnjë moment operacionet nuk kanë ndaluar. Janë në vijim e sipër, Izraeli ka deklaruar që do të vijojë goditjen ndaj Iranit duke e kërcënuar, Irani po kërcënon që do të përshkallëzohet reagimi pra hakmarrja e Iranit, deri tani gjë është e sigurt. Bota është e ngërtyer në prag të një konflikti që i kalon kufit e tyre, më nxirr pak hartën të lutem që kam unë këtu, shiheni për të qenë pak më të vëmendshëm. Ky është kufiri, po themi, i fundit i Iranit, pak a shumë, dhe kufiri i Izraelit është ky këtu. Pra shiheni distancë, saj se si bëhet, nuk bëhet fjalë për një konflikt mes dy shtetesh fqinj, siç e mësuar deri tani të shohim, nuk është një konflikt në toksor, me trupa toksore, me tanke, me artilleri, siç po veprohet në luftën midis Rusisë dhe Ukrainës, është një sulm i Izraelit i cili ka superioritet të ndjeshëm mbi Iranin dhe një reagim të Iranit i cili mund të shkallëzohet edhe me reagime siç mund të jenë akte terroriste, sidomos Izraeli ka mbyllur gjithë ambasadat e tij në botë. Në këtë moment, një gjë thash është e sigurt që deri tani situata është realisht serioze. Cilat kanë qenë reagimet ndërkombëtare? Më nxirr pak deklaratat e ndërkombëtarëve të lutem, duke nisur nga Trumpi. Deklaratat e ndërkombëtarëve janë këto. Pra, Trumpi thot, Irani dhe Izraeli duhet bëjnë një marrëveshje dhe do ta bëjnë, kjo është deklarata e sotme, dhe do ta bëjnë një marrëveshje ashtu siç bëra ta bënin Indinë dhe Pakistanin. Në atë rast duke përdorur tregtinë me Shtetet Bashkuara për të sjellë arsye, kohezion dhe mendje të shëndosh në bisedime me dy udhëheqës të shkëlqyer, të cilët ishin në gjendje të merrnin shpejt një vendim dhe të ndalojnë. Do të kemi paqe së shpejti midis Izraelit dhe Iranit. Shumë telefonata dhe takime po zhvillohen deri tani. Unë bëj shumë dhe kur nuk marr merita për asgjë. Por nuk ka problem. Populli e kupton, bëheni lindjen e mesme të madhe përsëri. Duket pak edhe si shaka kjo e Trumpit, se aty po shpërthejnë nga të gjitha anët raketa. Trumpi thotë të rrymë tregtim, merrni seriozisht. Vazhdo me deklaratën tjetër të lutem. Ulsa, këtë hiqe më mirë se këto s'kan asnjë gjë në dorë. Këtë rrin kot. Kalote merci. Këta si pyet njëri fare. Merç thotë për shkallëzimi nuk i shërben askujt në rajon, stabiliteti. Ne riafirmojmë qëndrimin se Izraeli ka të drejtë të mbrojë ekzistencën e tij dhe sigurinë e qytetarëve të tij. U bëjmë thirrje të dyja palëve të përmbahen nga hapat që mund të çojnë për shkallëzimin e mëtejshëm dhe destabilizojnë gjithë rajonin. Gjermania është e gatshme të ndikojë tek palët në konflikt me të gjitha mjetet diplomatike në dispozicion. Qëllimi duhet mbetet që Irani të mos zhvillojë armë bërthamore. Ec me deklaratën tjetër. Deklarata tjetër është zëdhënësi presidentit Putin. Rusia është e shqetësuar dënon për shkallëzimin e tensioneve. Presidenti Putin po të ndjek nga afër zhvillime dhe është në kontakt vazhdueshëm me Ministrinë Ruse të Mbrojtjes, Shërbimin e Inteligjencës Jashtme dhe Ministrinë e Jashtme të Federatës Ruse. Vazhdo me deklaratën tjetër. Deklarata më e gjatë është kjo e Erdoganit, i cili thotë sulmet e Netanyahu dhe rrjetit të tij të masakrave, të cilat po i vën flakën të gjithë rajonit dhe botës, duhet parandalohen. Që nga mëngjesi i sotëm, Izraeli e ka çuar strategjinë e tij për të mbytur rajonin ton, veçanërisht Gazën, Gjak, Lot dhe paqëndrueshmërinë në një nivel shumë të rrezikshëm. Sulmet e Izraelit ndaj fqinjit tonë Iranit janë një provokim i qartë që shkel ligjin ndërkombëtar. Këto sulme të cilat vini i kohë kur negociatat për programin bërthamor të Iranit po intensifikohen dhe presioni ndërkombëtar kundër veprimeve qerëzore, kundër Gazës po rritet, demonstrojnë mentalitetin e Izraelit. Ka reaguar Kina po ashtu që ka dënuar sulmin e Izraelit, por natyrisht dhe Kina duket larg
në këtë rajon nuk ka interesat drejt për drejta, thash. Një video e bërë, si? Shumë largë. Po thuj se me afër se ne. Me afër se ne, po. Jo, më falë një minutë, Ka një ndikimin e ndikim. patim në lidhjen midis Iranit dhe Arabi Saudite. Është furnizuesi, Irani është furnizuesi 90% e naftës së Iranit shkon në Patjetër, Kenë. po nuk janë aktiv në vendimet që janë marrë lidhje. Në diplomacisë kanë qenë aktiv. Akordin midis Arabi Saudite dhe Iranit, ata e... Ndërkohë, është shumë interesant një video që është bërë virale, më pas do ju tregoj dhe si kanë lëvizur dronet, si shërbimi sekret Mossad ka lëvizur dronet në brendësi territorit Iranit, po kjo video është bërë virale, shiheni pak 10-ën, bëhet fjalë për spikerën e një televizionit, edicionit qendror të lajmeve të televizionit të Teheranit, i cili është goditur live në transmetim. Mje pak 10, të lutem. صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استدیو Kjo ishte ndër videot më virale që tregon se sa e pasigur situata, natyrisht të pasigurt krejtësisht janë civilët. Në të dyja vendet Izraeli ka disi më të mbrojtur, por në dyja vendet duket se është një nga situatat më të frikshme që ka ndodhur deri tani. Berat, si po duket? Ti me kë je, se në Shqipërinë e shohim më shumë si tifoz. Jo, unë jam më shumë, domethënë, jam udhëtar i mbrojtjes së shtetit të Izraelit, i cili është i rrethuar prej fqinjve. E unë mendoj që strumbullori gjithatë këqijave në atë rajon është Irani. Prej vitit 1979 tutje, Irani është frymëzuesi kryesor i krimeve ose i sulmeve, sepse ka edhe strategji kombëtare zhdukjen e Izraelit për faqes dheut. Pra, nuk pajtohna, po, absolutisht. Po Irani është pak më larg nga i rajon, ka qenë i trazuar dhe pa praninë e Iranit. Jo, në 2023, vetëm 2023 në Irani ka dhënë 100 milion euro i ka investuar në Hamas. Mbështetësi kryesor i Hamasit është Irani. Nuk është Arabia Saudite. Edhe Hezbollave, patjetër, po apet Hezbollat shia të dy grupet. Hamasi është suni, mirë po Hamasi nuk ka lidhje as me Arabinë Saudite, nuk ka lidhje as me Egjiptin, nuk ka lidhje as me Jordanin, ka lidhje me Katarin edhe me Iranin. Irani është sponzori kryesor i Hamasit. Pra, pa një rënje të këtij regjimi, i cili ka probleme fundamentale të brendshme, le të themi, po ato janë problemet e Iranit. Po mos e harro FZ se nuk e përmendë vetëm një gjë. Po. Ekipi i Kombeve të Bashkuara i ekspertëve u tërhoqën nga Irani, sepse Irani nuk i pranoi me vëzhgu operacionin. Po kishte bisedime Iran-SBA që priteshin të mbaheshin në Oman. Ajo tjetër. Një ditë pas... Mirë, po Trump tha, i kom dhënë Irani 60 ditë ku. Po. Kjo ishte tha dita 61 kur e sulmoi Izraeli. Mirë po, anash kësaj, shkencëtarët e Kombeve të Bashkuara ndërheq për Iranit dhe thanë nuk po na jep akses. Po. Mos harrojmë, pra, Irani zyrtarisht e ka platformë zhdukjen e Izraelit për faqes dheut. Në anën tjetër ne gjithë e dim, ose shumica prej neve e dim, Izraeli gjithashtu e ka një slogan, never again. Never again lind pas luftës dytë botërore. Kurme. Ndodhi me hebrejt. Kurme. Pra, unë nuk pajtohem vogëlsia ime me zhvillimet në Gazë. Kam kush e di sa vërejtje. Mirë po, një gjë që e ka bërë Izraeli edhe posaçërisht Bibi Netanyahu që e lexova edhe një shkrim. Pastaj kime marr fjalën, vetëm as ndërprej. Vetëm vrejtje. Jo, absolutisht, sepse këta tjerë janë diktatorë krahashime Bibi Netanyahu. Gazën. Ata janë bandit. Gazën ke vetëm vrejtje, të vogël. Jo, patjetër që vetëm vrejtje, sepse aty përgjes Hamasi, sepse Hamasi e përshkallzoi Gazën. Lem ta përfundoj pastaj kalojna në ping-pong. Lem ta përfundoj pastaj kalojna në ping-pong. Pra, çka ka bërë Bibi Netanyahu? Po. I cili po tregohet lojtari i madh në makro, lojtari i vogël në mikro. Po. Në makro në rajon. Pra, e zhduki Hezbollahin, duke i vrarë udhëheqësit e Hezbollahut, e eliminoi Hamasin mos të madhe, i goditi Huthit, sepse imagjinoje një gjë, nëse që kishte konflikt me Iranin, do të zhvillohej përderisa do ta kishte Hezbollahun ngryk, përderisa do ta kishte Hamasin e fortë. Pra, do të ishte një goditi Hamasin, i vrau leadershipin, vrau Nasrallahun, Hezbollave, goditi Huthit, po Huthit nuk i ka bërë një... Larg janë po i ka godit infrastrukturën, ja u ka godit goxha shumë. Aeroportin ju ka. Huthi po i përdorin njëjtat raketa balistike që i përdori Irani. Apo? Për ne gjithë e dim. Pra, Hezbollah ka përdorur njëjtat raketa balistike që i përdori Irani. Pra, gjithta janë furnizuar me armatim për Irani. Mirë, po fillimisht dje ishte pamjet nga Libani, edhe njerëz që ndronin në balkonet e shtëpive tyre dhe i shikonin luftën këtej, mirë po Libani u qetësu, nuk është më Libani i para disa mujve, sepse ata e morën mësimin. Sepse Hezbollah u zhdukën leadershipin, derisa të rindërtohet struktura re. Hezbollahet me ajatollahet FZ
përveç tjerash janë edhe krushqime njëri tjetrin. Do më thonë, ai që udhëheshte Hezbollahun, ishte dhondere ati që kishte gardën revolucionare, gjitha këtu. Mirë po, kjo çka ka bo Izraeli, këtë pamje të televizionit për ndryshe, edhe unë edhe te kemi di që ky pesulmon televizionin para se me sulmu televizionin. Patjetër, di. Jo, nuk është patjetër sepse Irani vetëm po gjun. Izraeli shumicën e kohë thotë largohet civil prej atje se po pesulmojmë. Posaçërisht reaktorët nukleare. Pra praktikisht edhe raketat sa të nisen nga Irani duan ja 2-3 orë të mbrinë në Izrael. Po, mirë pa. Edhe ata interceptojnë kohë reale. Mirë pa, nuk po tregon që cillin pjesë saktësisht Izraelit po e godet. Ndërsa Izraeli tha, po e godasim pra të televizionin sepse është televizioni propagandës. Edhe e goditi televizionin që është që ka godit NATO RTS-in në Serbi gjatë kohës luftës. Pra, kjo çka ka bo Izraeli, posaçërisht me Iranin, unë po shpresoj jashtëzakonisht shumë që nuk, sepse mesazhet e para janë që Irani po kërkon më ul tash prapë në negociata. E kanë gjitha mediat prestigjioze. New York Times, Guardiani tha që Irani ka filluar me dërgu mesazhe, hajde ulmi dhe të bisedojmë. Unë po shpresoj që nuk ndodh kjo. Unë po shpresoj që fati i... Ti po shpreson që Izraeli t'i bjeri deri në fund? Jo, unë po shpresoj që fati i ajatollahëve është fati i Siris, i Asadit. Sepse ra Izraeli e dobësoi Hezbollahun edhe erdh Sharia i cili tash po marrë një pozicion të moderuar karshi konfliktit. Ama Izraeli i ka hyrë një 50 kilometra në brendësi të lartësive Golan. Mirë, po ai po marrë pozicion të moderuar krahasim me konfliktin. Nuk po merr pjesë në konflikt, edhe po shikon konfliktin mes Iranit dhe Izraelit. Unë absolutisht shpresoj. Unë kam një simpati të jashtëzakonshme për popullin pers iranian. Pra, mirë po, çka ka bë ajatollah, çka kanë bë Khomeini prej vitit 1979 tutje, e ka përmbys lindjen e mesme. Po të mos ishte revolucioni 1979-s, nuk kishmi me pas një Arabi Saudite radikale, sepse ai pasohet fevzi me një puç që ndodh në Arabi Saudite në nëntor të vitit 1979. Ka shumë veta që e shpjegojnë radikalizimin e zonës me 79-ën, por konflikti i Izraelit ka histori tjetër. Nuk ka lidhe me 79-ën. Jo, s'ka lidhe me 79-ën, sepse, jo, kene pasë 1967-ën një përpjekje të vendeve arabe... 27-ën, 67-ën, 74-ën, po. E kemi po, ato, dhe më thonë, Egjipti, Jordania dhe kush ishte tjetër, që e sulmojnë 1967-ën, edhe ndohen kesh me Izraelin 1967-ën. Mirë, po, ajo që ka një duhet mu, ose po besoj që mendjet normale do duhej me u pajtu. Egjipti, Jordania dhe Siria. Po, mendjet normale, unë menoj, që mundi me pas dallime në detaje rreth krizës luftës linjën mesme është me u pajtu me një gjë, ekzistencën e shtetit Izraelit. Pra, të drejtën e shtetit Izraelit për me ekzistu si shtet. Nëse këtu pajtohemi, unë gjithashtu jam favor që me pas edhe shtet Palestinës. Absolutisht. Mirë po, kur sheti... Po, ama, a është Izraeli i gatshëm të pranoj shtetën e Palestinës? E ka pranu, Fevzi. Fare, fare. A se ka pranu në Washington? Kush më ka pranu? Vish pak. Te as ke qenë kësajde kërë në pajtu për Arafati me Yitzhak Rabinin për me bo shtetin? Po, prandaj e vran. Jo, prandaj nuk e pranoj Arafati fillimisht. Kur ky Arafati nuk e pranoj marrëveshjen e akordin në Washington. Jo, në pas të vendimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara 47-s, Palestina dhe Izraeli ishin dy shtete. Rezoluta 181. Po, dhe madje Palestina ishte një shtet goxha më i madh se sa Izraeli. Patjetër. Dhe që nga ky moment, Palestina s'ka ekzistuar kurrë si shtet pavarësisht një rezolutë të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Izraeli është zgjeruar në kufi. Dhe ka rezoluta të tjera. Dhe nga ana tjetër, ajo që thua ti është vërtet që vendet arabe nuk kanë pranuar ekzistencën e Izraelit dhe kanë dashur. Janë angazhuar aktivisht për ta zhdukur. Po. Jo, një minutë. Çështja është Fezo. Nëse kjo ishte, le të themi, një shpjegim i Beratit. Po. Patjetër. Gjeopolitika është tjetër gjë.